Hyra në dhomë dhe e gjeta duke folur me një tjetër. Vrasi Ilaria Sulës ndryshon sërish dëshmin. Vrasi Ilaria Sulës ka marrë një vëmendje të madhe në të gjithë Italinë teksa vion puna për të zbuluar më shumë detaje nga kjo ngjarje. Hetuesja e çështjes ka shkuar në burgun e Regina Coeli aty ku ndodhet vrasi Ilarias Mark Anthony Samson. Ky i fundit ka ndryshuar sërish dëshmin, pasi më parë kishte deklaruar se ju bë presion nga shqiptarja për notat dhe se ajo kërkoi ndarjen. 23 vjeçari me prejardhje filipinase dëshmoi para hetuesve se e kishte gjetur Ilarian duke folur me mesazhe me një tjetër person. Shkruan La Repubblica, u futa në dhomë dhe e gjeta Ilarian duke folur me mesazhe me dikë. I kërkova të më tregonte telefonin dhe ajo po fliste me dikë tjetër. Më pas ajo më ktheu nazën e fejesës dhe aty e humba toruan. Nuk e pranova dot ndarjen dhe e vrava, ka thënë Samson hetueses në një bisedë prej 5 orësh. Prokuroria po vion punën për të zbardhur detajet, teksa ka zbuluar se përveç nënës së autorit, edhe 2 miq të Samsonit janë përfshirë në fshehjen e trupit të Ilarias.